Në 2018, kur së bashku me koleget dhe mikeshat Rafaela Rica, Emma Andreas, Uela Bako, Mira Tuci, Valentina Cenomere, themeluam AVA, që është akronimi i Albanian Women in Audiovisual, në shqip gruaja shqiptare në audiovizual. Jemi përballur me një pyetje se ku janë gratë në audiovizual, në kinema, në filmbërje. Ishte një pyetje që për mua tingëllonte shumë cinike. Rrjedhoi një strukture patriarkale që në kod Kino Studios titulloi Kinemaja është profesion burrash. Gjithashtu një tjetër pyetje që na ka shoqëruar gjatë gjithë kohës ka qenë a na duhet vallë një tjetër shoqat për gratë? Mos vallë po ndërtojmë një agjendë e cila në mënyrë jo të natyrshme kërkon të krijojë një realitet të shtrëmbër mbi atë që janë nevojat e kohës. Në këto 7 vite punë, nuk ka qenë as pak e lehtë të ndërtojmë një mjedis të sigurt dhe të ngrohtë për gratë dhe vajzat, pasi natyra e profesionit është e vrashë, konkurruese, nuk lë hapësira gabimi. Fillova të analizoj të dhënat dhe nevojat e tregut punës, të vëzhgoj filozofinë mbrapa çdo historie suksesi dhe dështimi. Kinemaja është një art që kushton shtrenjtë. Industria audiovizualit është një nga sektorët më konkurrues, ku meritokracia dhe vlerësimi jo gjithmonë janë në raport të drejtë me kontributin, talentin dhe investimin personal. Ky podcast ka për qëllim të hedhë dritë mbi këto sfida, të dukshme apo jo. Çfarë fshihet mbrapa ëndrave të mëdha? Sa orë punë kanë aty? Sa refuzime? Dështime, frustrime, sistemike duhet të përballesh për të arritur tek ëndra, të realizosh veprën tënde filmike. Çfarë bën këtë profesion kaq të vështirë dhe po aq magnetik në të njëjtën kohë? A ka vallë një racë të veçantë që quhet ajo e kineastit? A ka dallime gjinore në këtë specie të quajtur filmbërës? Sa e vështirë apo fantastike mund të jetë të jesh grua në këtë industri? Këtë ne duam të zbulojmë nëpërmjet podcastit ajo. E për këtë arsye, sot kam ftuar një vajzë, këmbgulja e së cilës në profesion është deri në kufitë e vetmohimit, e cila në moshën 19 vjeçare mbush një valizhe në qytetin e Fierit, plot me ëndra dhe dyshime. Dhe u nis drejt një jete që askush në familjen e saj nuk e kishte imagjinuar. Mësoi gjuhë të reja, identitete të reja, mënyra të reja të vëzhgimit botës. Ajo është fituese e Gopo Awards, çmimi më prestigjioz i kinemas rumune, për dokumentarin me titullin He Loves My Eyes, që shqip do të thotë ai dashuron sytë e mi. Ajo është akademike, autori një libri për poetikën e kinemas ballkanike. Por ajo që dua të dëgjoni sot tek podcasti ajo është tjetra. Është se si është të jesh 30 vjeç dhe të kesh 12 vite larg shtëpisë. Si është të fitosh çmime dhe familja jote të mos jetë në sallë. Si është të ndërtosh karrierë ndërkombëtare dhe të dyshosh çdo ditë nëse po bën gjën e duhur. Dua të dëgjoni për vetminë e krijuesit, për çmimin e artit, për atë që nuk shihet në ekran, por që jeton brenda çdo kuadri. Ajo është Angie Rista. Angie, ti u largove në moshën 19 vjeç. Nga Fieri. Nga se erdhi pasioni për kineman dhe gjithë ky vetmohimi jote në lidhje me profesionin, nga vjen, nga buron. Që fëmijë kam dashur shumë që të jem artiste. Më pëlqente bota e televizionit, më pëlqente bota e aktrimit, kinemaja, po nuk isha talent as në muzikë, as në aktrim. Dhe kështu që fillova të shikoja shumë filma dhe e konsiderova që nëse do isha regjizore, edhe nëse nuk do isha aq e talentuar, duke mësuar dhe duke parë shumë filma, mbas do arria në një nivel që të bëhesh artiste. Kur isha 17 vjeçe, mora pjesë në një kurs kinematografik që organizoha në qytetin e Fierit, Cinefier, dhe atje bëra filmin tim me metrazh të shkurtër. 15 vjeç. Po, jo, isha 17. 17. Edhe bëra filmin tim me metrazh të shkurtër të parin dhe më pëlqeu shumë si eksperiencë, po normal që një Çfarë të pëlqeu më shumë gjë? Më pëlqeu që shkruajta skenarin dhe krijova një histori që ishte dhe personale imja, se në atë moment kuptova që më pëlqen shumë që të shkruaj për historitë e mia personale dhe unë të jem gjithmonë personazhi në filmat për të cilët shkruaj. Ishte një eksperiencë shumë e bukur që aty fillova të krijoja ëndrat,
Po në atë moshë mendova se bëra një film edhe unë tani jam regjizore, i di të gjitha. Dhe se do kthehesha mbase më pas në kohë, në këtë moment mbase nuk do e jetoj aq me entuziazm, se tani e kam kuptuar se sa e vështirë është të bësh një film, po Sa e vështirë është? shumë e vështirë të tmerrsisht e vështirë. Nëse dikush një vajzë sot do të pyeste që unë dua të bëjmë regjizore, çfarë duhet të bëj? Një ditë të vjen një ide ose një natë, mua zakonisht natën më vjen këto idetë për filma. Dhe kur zgjohesh në mëngjes, fillon ta hedhësh në letër atë idenë që të vjen dhe pastaj ndjek të gjithë hapat e vazhdueshëm për të arritur në një produkt, domethënë tek skenari. Pastaj duhet gjesh aktorët, duhet fondet për film. Po deri tash që rrëfenojnë gjë shumë e bukur. Po është vështirësia këtu. Shumë e vështirë kur duhet punosh me shumë njerëz, edhe me resurse ndoshta të limituara. E që ti u largove 19 vjeç, 12 vite që jenë në Bukuresht. Kam përshtypjen që e ke përqafuar, dashuruar, adhuruar jetën në Bukuresht, apo jo? Po 19 vitet që unë jetova në Fier, unë vetëm në Fier kisha jetuar, nuk kisha jetuar në asnjë vend tjetër. Dhe Fier është një qytet shumë i vogël. Kur kam ikur në Rumani, unë vitin e parë kam jetuar në Cluj dhe ka qenë një udhëtim shumë i gjatë. Hera ime e parë që bëja një udhëtim e vetme, kaq të gjatë. Jetova në Cluj një vit ku mësova gjuhën rumune. Atje në fakt unë ndjeva shumë mirë se ishte një qytet studentësh dhe ishim edhe shumë shqiptar. Dhe nuk e ndjeja që jam larg familjes. E kujtoj gjithmonë me shumë nostalgji. Ka qenë një vit shumë i bukur, se vetëm mësonim gjuhën, ishte po bëje një kurs të një gjuhë të huaj. As nuk e kuptoja fare realitetin se çfarë do ndodhte më pas. Vështirësia erdhi kur shkova në Bukuresht. Një rrëmuj shumë e madhe. Njerëzit nuk të ofronin atë kohën e tyre siç ne ishim mësuar në Cluj. Pata vështirësi vitin e parë sepse nuk kuptoja shumë mirë, nuk e kuptoja shumë mirë terminologjin e kinematografisë. Dhe ndonjëherë mendoja se unë nuk kuptoj unë se çfarë po flitet atje, por në fakt ishte kjo bariera e gjuhës. Vitin e parë nuk isha fare sigurt nëse po bëja gjën e duhur, nëse isha e talentuar, nëse isha në vendin e duhur, s'kisha asnjë lidhje me. Kur u binda? Kur fillove të marrësh siguri? U binda në vitin e dytë. Ndodhi diçka që Po, në vitin e dytë ishte viti që bëm filmin dokumentar dhe mora unë nga të gjithë studentët vetëm unë mora notën 10. Dhe duheja jo kështu për vetbesimin. Aty e kuptova që okay, kam diçka, sepse përderisa ata të tjerët nuk morën asnjë 10 dhe mora vetëm unë. Nga viti i dytë filloi të më pëlqente shumë Bukureshti, u dashurova edhe me Bukureshtin. Krijova shoqëri, fillova të shkoja në për koncerte, sepse unë kam edhe një dashuri tjetër përveç filmit, kam edhe dashurinë për muzikën edhe për rockun. Dhe atje gjeta grupe muzikore shumë që u lidha emocionalisht dhe krijova dhe shoqëri edhe në për koncerte dhe krijova atë jetën që kisha ndëruar kur isha e vogël. ti e di pse unë jam veshur me roz sot? Po, sepse është ngjyra ime e preferuar. Çfarë kinema të pëlqen Nençe? Mua më pëlqen shumë të bëj filma për subjekte që unë i njoh shumë mirë dhe për disa personazhe që janë në kufit e absurdit. Ma gjeps të vë një personazh në kufit e disa situatave që janë absurde, po edhe reale në të njëjtën kohë. Dhe gjithmonë më kanë pëlqyer njerëzit me histori të veçanta që nuk i gjen zakonisht, nuk i shikon ditë për ditë. Dhe kur kam për dokumentarin tim të parë Padre, që ka qenë për një prift që dashuronte kulturën gotik. Diçka shumë, për mua ishte wow. Dhe kështu gjatë gjithë kohës kam kërkuar edhe në dokumentar, po edhe në fiction kam kërkuar këto personazhet që janë në kufit e absurditetit. Tek dokumentari Ai dashuron sytë e mi, i cili ka qenë edhe shumë i vlerësuar, por jo vetëm, besoj që edhe të ka dhënë një vetbesim të madh në lidhje me profesionin. Ai dashuron sytë e mi është një nga eksperiencat më të bukura të mia dhe jam shumë Deri më sot apo? Po, deri më sot dhe jam shumë e premtuar. Eksperienca akoma më të bukura. Jam shumë e lumtur që u bëra pjesë e këtij projekti.
Historia ka qenë një histori shumë e thjeshtë. Në faqen e shkollës ishte një njoftim që do organizoj një workshop në një burg në Rumani, në veri të Rumanisë, dhe vinte një ekip nga Gjermania dhe kërkonin edhe disa studentë të produksionit që t'i ndihmonin. Unë bëja masterin në produksion, atë vit isha viti i parë. Tentoj ta unë mendova shumë pak dhe thash se sa të rikot, ishte në shtator, shkolla nuk ishte filluar akoma. Sa të rikot një muaj në shtator, më mirë po shkoj tek workshopi, çfarë do kam unë për të humbur, do ndihmoj këta studentët gjerman. S'kishe frikë që do shkojnë në burg, s'kishe... Po, me sa prisja isha shumë emocionuar që do shikoja diçka që nuk isha parë kurrë në jetën time. Edhe vendosa që u regjistrova tek workshopi dhe fillova t'i organizoja të gjithë udhëtimin studentëve gjerman, se ata erdhën në Bukuresht, duhet të merrje biletat e trenit, akomodimin te ky qyteti i burgut, domethënë për mua ishte okay, po ndihmoj disa njerëz, çfarë kam për të humbur sa të rikot një muaj sa të filloj shkolla. Dhe unë nista. Kur arritëm atje në burg, unë miqësova me këta të burgosurit dhe fillova, isha shumë kurioze të kuptoja pse janë atje, historitë e tyre personale, dhe ata u mësua me mua dhe rinin me mua dhe më tregonin historitë. Zbulova shumë histori, po ishin të ngjashme. Pjesa më e madhe ishin për dhunë, për vrasje. Historia që më tërhoqi më shumë, që bëra edhe filmin, ishte ky personazhi Tikani, i cili këndonte dhe kërcente gjatë gjithë kohës. Dhe unë fillim isha pak e çuditur se si e kishte marrë me ai sportivitet, kishte shumë vite, kishte 20 sa vite në burg, dhe ai gjithë ditën këndonte dhe kërcente. Po në fakt ai ashtu manifestonte lirinë e tij midis kërcimit edhe këndimit. Dhe pastaj zbulova edhe atë anën e tij njerëzore dhe dashurinë që ai kishte me gruan e vet, dhe aty më kapi mua dhe thash dua të bëj edhe unë një film, edhe pse isha për produksion nuk kisha as një lidhje me regjinë në këtë projekt. Fola me organizator dhe i thash që kam gjetur edhe unë një personazh shumë interesant, kam qef ta xhiroj. Dhe ditën e fundit, kur të gjithë kolegët e mi gjermanët mbaruan filmat, ngeli një ditë për mua që të bëja këtë dokumentar. Ti e bëre një ditë, po ndeta një muaj me nda atje dhe i diell, më thënë kisha në mendjen time kisha gjithë strukturën e dokumentit. Ti kishe studiuar gjithçka dhe të desh vetëm një ditë për ta ekzekutuar. Nga 2 orë kam xhiruar, ato i ndava në skena dhe nga 2 orë çdo gjë. Edhe pra filmi flet për një burgaxhi i cili këndon edhe kërcen, po ku qëndron ai dashuron sytemi? Po sepse një burgaxhi që këndon dhe kërcen me origjinë rome, i cili është i dashuruar për 20 e ca vitesh me gruan e vet, të cilën e ka takuar shumë pak në këto periudhat e pauzës sa ka dalë nga burgu. Do të thënë ai bënte një krim, qëndronte në burg 6 vjet, dilte një muaj, e linte shtatzane në nusën e vet, dhe vinte përsëri pas një muaj në burg, dhe kështu e ka jetuar gjithë jetën e tij. Po të dy, dhe ai dhe nusja e tij, flasin për këtë dashurinë dhe për këtë pasionin, që edhe pse jeta është kaq e vështirë, dashuria është shumë e rëndësishme në jetën e tyre, dhe ai dashuron systemin sepse kur e pyeta gruan e tij se çfarë mendon se ai dashuron tek ata, tha sytë e mi. Dhe të njëjtën gjë e tha edhe ai që sytë dashuron tek. Dhe kështu kur zbulove titullin e dokumentarit. Ti ke mbaruar doktoraturën? Po. Dhe je duke punuar në shumë produksione. Fillon edhe xhirimet me Kristi Pujun, një nga regjisorët më të mëdhenj botror. Preferuarit e mi. Filmi i tij Vdekja e Zotit Lazarescu është konsideruar si një nga 10 filmat më të bukur të gjitha kohërave. Është cilësuar si Balzaku i kinemas, dhe ti do punosh me Kristin. Script supervisor, e dëshiroja shumë. Ishte një nga ëndrat e mia, e bëra realitet edhe. Dëshiroj të ishe script supervisor i filmave të Kristi Pujut. E kërkova vetë. E kërkove me ngull. Po. Ingji më thuaj, në sa filma ke punuar si script supervisor? Momentalisht në 30. IMDb-a kështu thot, që janë 30, po mund të jenë edhe më shumë që nuk i kam numëruar. Po 30 me ti punon si script supervisor, le të themi në të përditshmën tënde,
Por ndërkohë ke ëndrrën e madhe për të bërë regjizore. Çfarë lidhje kanë këto dy gjëra me njëra tjetrën? Po, skriptin e bëj për të mbijetuar, sepse nga regjia nuk mund të siguroj financat për të jetuar, po në të vërtetë unë skriptin e fillova që isha në vit parë të shkollës së lartë dhe një regjisor më mori në xhirime si script supervisor, nuk e dija se çfarë ishte si profesion, e mësova dhe i vura detyrë vetes që ta mësoj sa më mirë që të jem një nga më të mirat në Rumani. Nuk e di nëse ja kam arritur akoma, se jam edhe shumë e re dhe në Rumani gjërat klasifikohen edhe me moshë. Sepse nga mosha vjen dhe eksperienca, kështu që po më pëlqen shumë sepse është unë konsideroj që është i vetmi profesion në një shesh xhirimi që është sa më afër regjisorit, që kupton mënyrën se si bëhen dekupazhin, se si flet me aktorët, asnjë departament tjetër nuk është kaq afër me regjisorin sa është skripti. As asistenti regjis po ta marrësh ashtu sepse Është një shkollë më vete. Po, Engji, ti xhirove për herë të parë me Kolltukun në Shqipëri. Po ndërkohë ke gjithë këto eksperienca në Rumani. Çfarë është diçka që të bëri përshtypje ndërmjet, le të themi, filmbërjes në Rumani dhe filmbërjes në Shqipëri? Domethënë, një gjë që esencialisht për ty ndryshon, ose që të pëlqen, ose që nuk të pëlqen. Pra, vëri një dallim ndërmjet dy, le të themi, dy vendeve për sa i përket filmbërjes? Nuk e kam ndjerë ndryshimin që isha në Shqipëri, domethënë për mua seti Të mungoj Rumania? Jo, nuk më mungoj. Nuk më mungoj, biles njerëzit ishin më të dashur dhe më të respektuar me mua, domethënë. Në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Dhe më pëlqeu shumë. Unë ndjeva e vlerë. Unë ndjeva shumë mirë, shumë mirë. Çfarë do veçoja nga xhirimet e në Shqipëri? Çfarë është një kujtim që do të veçoja në mënyrë të nënvizuar? Dita më e bukur e xhirimeve më është dukur dita me autobusin. Është dita që kishim për të xhiruar Aleksin dhe Aurën, personazhet e filmit që dalin nga shtëpia dhe shkojnë në një tur nostalgjik komunist. Dhe në autobus këndohet Internacionale nga të gjithë komunistët. Dhe ishte një ditë shumë e nxehtë, me sa mbaj mend, ishte shumë vap. Dhe ne vazhdonim dhe xhironim sa orë mund të kemi xhiruar, janë 2-3 orë të njëjtën autobusin, po. Dhe asnjë njeri nuk tha. Edhe autobusi nuk kishte dritare. Ishte. Dhe nuk kishte as kondicioner. Këndonim dhe mosha mesatare e figurantëve ishte 60+. Kishim edhe bepin e ndjerën. Na shumë, ajo ka qenë dita më e bukur e xhirimeve. Ka një film në veçanti që ti do thoshe ky është në mënyrë absolute filmi im preferuar? Po, kam një film, është Only Lovers Left Alive i Jim Jarmusch. Dhe është filmi im i preferuar, nuk e di se sa herë e kam parë, po kam një ritual që zakonisht kur kam ditëlindjen e vendos të filmin dhe ora 12 më kap me Only Lovers Left Alive. Arsye? Është një film që kap tema shumë njerëzore edhe pse është për njerëz të pavdekshëm, sepse personazhet kryesore, Adam dhe Eve, janë vampirë të vetëm që kanë ngelur gjallë dhe bën fjalë për vetmin. Ata kanë jetuar në periudha të ndryshme kohore dhe janë artistë, kanë shijuar muzikën, kulturën, artin e periudhave të ndryshme, po gjë më e rëndësishme është dashuria që ata kanë pas për njëri tjetrin. Dhe kjo dashuri e tyre nuk është as dramatike dhe as pasionale, është shumë melankolike dhe më pëlqen edhe stili i filmit, sepse është shumë i qetë, shumë melankolik. Dhe ata si personazhe të bëjnë që ti pëlqesh shumë dhe janë shumë të veçantë. Të pëlqen kinema e rumune, Engji? Po, më pëlqen. Çfarë të pëlqen te kinema e rumune? Më pëlqen thjeshtësia e kinemas rumune. Stili i ri rumun, Kristi Puju, që
tregon të vërtetën ashtu siç është, pa artifica. Ti ke bërë doktoraturën, Po. e cila merret me poetikën e kinemas ballkanike. Ke Po. Në qendër ka kineman shqiptare. dhe fokusi është kinemaja shqiptare. Mund të ma përmbledhësh doktoraturën të cilën do ta sjellësh shumë shpejt edhe në Shqip, besoj? Po, është dëshira ime ta sjell në Shqip, se vetëm në rumanisht e kam momentalisht. Doktoratura është organizuar në disa kapituj. Normalisht që kinemaja shqiptare është baza e kësaj doktorature. Fillojmë me një histori të filmit në zonën ballkanase dhe në Shqipëri. Vazhdojmë me subjektin e tradicionales, të arkaizmit dhe të modernes në kinematografinë shqiptare, të cilën e kam shoqëruar me shembull nga filma të ndryshëm. Kam vënë që të tërheq shumë komuniteti rom. Çfarë ka tërhequr? Liria e tyre, gjë që unë si njeri nuk e kisha jetuar deri në momentin që njoha njerëz të komunitetit rom dhe u bëra pjesë ato ditë xhirimi apo në eksperiencën e jetës, diçka që nuk e kisha jetuar, me lirinë ka të bëjë më shumë. Të pëlqen mënyra e tyre e të jetuarit, Të lirë. jetën të lirë pas një lloj detyrimi. Do doje të jetoja ashtu? Për disa ditë po. Për disa ditë po, po jo për gjithmonë. Çmimi Gopo, Enxhe, si u ndjeve kur e mora? A u dëshpërove që mami dhe babi nuk ishin dot në sallë? Një vajzë nga Shqipëria që fiton një nga çmimet më të rëndësishme në Rumani. Ne kisha ndëruar shumë Gopon, ka parë edhe në ëndër që unë do e merja këtë çmim, po nuk e besoja që do vinte një ditë. Dhe unë kam atje kur bën një film dërgon është si në për festivalet e filmit. Dhe unë që në vitin e parë të shkollës, më vazhdoja të dërgoja filmat që i bëja, që ishin filma studentësh, po unë i dërgoja që në vitin e parë kam dërguar vit për vit filma, po s'kisha asnjë Pritshmëri që diçka do ndodhte. time. Dhe ka qenë një moment shumë emocionues në radhë parë nominalizimi. Se unë se mendoja fare që Në atë kohë ishin në Shqipëri apo në Rumani? nominalizova, isha në Rumani dhe pastaj erdha në Shqipëri dhe më kapi pandemia në Shqipëri. Ty të kapi momenti kur u mbyllën Më kapi në Shqipëri dhe unë kam vuajtur shumë sepse mendoja se në fakt duhet të bëheshin çmimet Gopo që të jepeshin, por nuk u bën për shkak të pandemisë, u shtyn në qershor. Pra ti rrezikove dhe mos ishe fare. Po, sepse ishte në mars tana ata që do bëheshin në fillim, por nga që erdhi pandemia, i shtyn për në qershor. Dhe unë kam ngelur e bllokuar në Shqipëri dhe nuk e kam shfrytzuar fare si eksperiencë këtë pjesën nga nominalizimi tek marrja e çmimit, sepse kam qenë në Fier, shumë keq, në një gjendje shumë të keq shpirtërore, duke qarë ditë për ditë, që bo nuk do kthehem në jetën time, në Rumani, drama. Dhe jam kthyer 15 ditë më përpara se të ishte kjo premiera e çmimeve. 15 ditë ndojta në karantinë në Rumani dhe kam dalë direkt nga karantina, kam shkuar atje dhe shkova në skenë dhe mora çmimin. Po ti nuk e dije, domethënë ti thjesht ishe në sallë sepse ishe nominuar. Dhe more çmimin. U përmend Enxhi Rista, Pari çmim që është dhënë atë natë, ishte çmimi i dokumentarit të shkurtër. me thënë, Si thuhet rumanisht ai dashuron sytë e mi? jel ljubesh te oki mej. Dhe Enxhi Rista me Jel ljubesh te oki mej. Imagjino pas 3 muajsh, 4 muajsh e mbyllur në Fier dhe 15 ditë e mbyllur në Bukuresht, unë shkova atje dhe mora këtë çmim, nuk kuptoja asnjë gjë çfarë po ndodhte. Njerëz 4 muaj pa pasur kontakt me njerëzit dhe hipa në skenë, mora çmim, falenderova mamin dhe babin, normalisht. Mos e bëj vëndeshë, a? Po mami ma bëri të mundur ikjen në Rumani. Se ishin të mbyllura akoma rrugët dhe nuk kishe se si të shkoja. Gjetëm një mënyrë që të kaloja. Enxhi, cili është projekti Enxhi që të trëmb më shumë por dhe të entuziazmon? Në atë madhështinë le të themi që shikon ti veten
Bas 10 vitesh. Momentalisht do them filmi me metrazh gjatë, Angela nuk kthehet në shtëpi. Ky është projekti që më tërën shumë, po edhe dua. Dua shumë. Po, qa të trëmë? Dhe më thënë qarë vëshësish shikon, qarë sfidash? Është historie imja personale që më desh shumë kohë për ta shkruar. Derisa mora guximin ta hidhja në letër, më desh shumë gati 10 vjet. Edhe kam shumë frikë. Nga sa? Nuk dua të gaboj, sepse duke qenë një projekt që e dua shumë, edhe nuk dua që të dali fiks ashtu siç e imagjinoj unë. Nuk është kështu për çdo vepër, pa nuk është thjesht për Angelën, për çdo vepër është njëti presion. Çfarë bën Angelën kaq ndryshe, sepse është vepra e parë, do jetë vepra e parë e gjatë. Angela jam unë, kështu që. Unë kam përshtypjen që ti do jesh në të gjitha veprat e tua. Dhe si Woody Allen, që jep kudo në forcima. Apo jo, kam përshtypjen që kjo do jetë krema. Angela më kanë filmi, historia, më ka ndryshuar jetën, prandaj Që do i thoshe Engjit që po nisej me valixhen nga Fieri për në Bukureshë, që do i thoshe sot? Që i ka realizuar të gjitha ëndrat e saj. Okay. Dhe që t'jetë shumë e lumtur. Kendi porosit se çans? Do i thoshe diçka? Jo, nuk të doja që ta përgatisja. Okay. Dhe më thënë rrugtimi ka qenë fantastik me gjithë problemet edhe vështirësi, dhimbjet. Engji, të falenderoj shumë që ndave me mua. E di që për të nuk është e thjeshtë, e di se sa shumë emocione ke. Edhe kjo e shton dozën e përgjegjësisë timen për ta bërë këtë rrëfim tonin sa më thjeshtë edhe sinqert. Faleminderit Sabina për gjithçka. Faleminderit Engji.